Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah thot: "El mutaassibuna li a'immatihim yatamassakuna bi naqlin ghayri musaddaq an qailin ghayri ma'sum." Thot ata që janë ekstremista në mëdheb, ata pra që te kalojnë kufinin në mëdheb dhe e kundërshtojnë edhe fjalën e pejgamberit alayhis salam, nëse ajo e kundërshton mëdhebin, thot ata thot kapen për një transmetim që nuk është vërtetuar prej një njeriu që nuk është i garantuar se nuk gabon. Wa yad'una an-naql al-musaddaq an al-qa'il al-ma'sum, dhe e lën transmetimin e vërtetuar nga njeriu që është i vërtetuar se nuk gabon. Pra në momentin që ata kalojnë në ekstrem dhe pra për fjalën e imamit të tyre e lën fjalën e pejgamberit të tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot në këtë rast ata e marrin një transmetim që nuk është vërtetuar si duhet nga një njeri që nuk ishte i garantuar se nuk mund gaboj, pra që nuk është i garantuar prej gabimeve, dhe e lën fjalën e vërtetuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është prej një njeriu që është i garantuar se nuk mund të gaboj, pra që kemi garancë prej Allahut se fjala e tij është 100% e vërtet dhe nuk është gabim. Dhe kjo pra e tregon se ekstremizmi për fjalët e një njeriu nuk është prej metodologjisë së gjeneratave të para të muslimanëve. Dhe kjo nuk e mohon ekzistimin e mësimeve të mëdhëbeve. Mirë po, të gjithë imamat e mëdhëbeve kanë thonë, nëse hasni një fjalë të pejgamberit alayhis salam që e kundërshton fjalën tonë, atëherë dihet se pejgamberi alayhis salam është më primar që t'i pranohet fjala e tij.